Siç edhe dihet, çiftet në përputhen nuk zgjasin asnjëherë shumë. Çifti më i ri që është krijuar në këtë edicion është Mela dhe Franci, por që të dy kanë filluar menjëherë të kenë një distancë me njëri tjetrin. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Në vikendu panë së bashku e shumë të dashuruar, por ditën e sotme është Mela që ka bërë disa postime, duke treguar se nuk është afër partnerit, por është larg dhe po e shijon këtu në ditë të nxehta. Mela ka bërë disa postime në rrjetin social Instagram, por njëri prej postimeve na ka habitur të gjithëve. Ajo ka postuar një foto ku mbi shkrimi është: "Ajo çfarë kam nevojë tani është macja dhe parat", duke mos e përmendur Francin, partnerin e saj. Për dallim nga Mela, Franci ditën e sotme nuk ka postuar asgjë, e siç duket ka mbetur pa fjalë nga postimi i të dashurës.